Trump paralajmëron tarifa për telefonat inteligjent dhe laptopët nuk do të ketë përjashtime. Përjashtimi i telefonave inteligjent, laptopëve dhe produkteve të tjera elektronike nga tarifa e importit në Kinë do të jetë shkurtër, kanë njoftuar zyrtar të lartë amerikan. Nuk ishte asnjë përjashtim tarifor, tha Trump. Në postim në platformën e tij Truth Social, Trump premtoi të nisë një hetim tregtar të sigurisë kombëtare në sektorin e gjysmëpërçuesve dhe të gjithë zinxhirin e furnizimit të elektronikës. Ne nuk do të mbahemi peng nga vendet e tjera, veçanërisht nga vendet armiqësore tregtare si Kina, shtoi ai. Shtëpia e Bardhë kishte njoftuar të premten përjashtimin e disa produkteve elektronike nga tarifat e larta reciproke ndaj Kinës, shkruan The Guardian. Ministria e Tregtisë e Kinës tha se përjashtimi tregonte se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ndërmerrte një hap të vogël drejt korrigjimit praktikës së saj të gabuar të njëanshme të tarifave reciproke dhe këmbguli që Washingtoni të anullonte të gjithë regjimin tarifor. Zhang Li, presidenti i Qendrës Kineze për zhvillimin e industrisë së informacionit, tha se përjashtimet vërtetuan se e rëndësishme është Kina për kompanitë e mëdha të teknologjisë amerikane që mbështeten shumë tek vendi për prodhim dhe inovacion. Megjithatë, sekretari i tregtisë i Trump, Howard Lutnick, tha se produktet kineze të teknologjisë nga Kina do të përballen me detyra të reja të veçanta së bashku me gjysmëpërçuesit brenda 2 muajve të ardhshëm. Lutnick tha se Trump do të miratonte një lloj tarife të fokusuar të veçantë për telefonat inteligjent, kompjuterat dhe produktet e tjera elektronike brenda 1 ose 2 muajsh së bashku me tarifat sektoriale që synojnë gjysmëpërçuesit dhe farmaceutikët.